Përshëndetje të gjithëve. Prej 45 minutash gjendemi në doganën e Blatit për të kaluar për në Maqedoninë e Veriut dhe këtu jemi hasur me një pengesë të paprecedent nga ana e policisë maqedonëse për të kaluar dhe për të udhëtuar drejt Shkupit. Janë të pakuptimta të gjitha arsyet të cilat ata nxjerrin me pretekstin se në autobus ka persona nën moshë, ndërkohë që verifikuan një herë më së miri të gjithë dokumentacionin dhe tani po rikthehen për ta rikonfirmuar prapë. Është e papranueshme dhe e patolerueshme që autoritetet maqedonase pengojnë studentët shqiptarë të vizitojnë Maqedoninë, Shkupin dhe trevat shqiptare shqipfolse. Ne do të vemi dhe do të realizojmë misionin ton në mënyrë të pandalur dhe do të bashkohemi me të gjithë vëllezërit dhe motrat tanë në Shkup sot, sepse nuk dorëzohemi dhe nuk kemi frikë nga askush. Këtë do ta di çdo njeri, çdo shqiptar, çdo maqedonas që misioni ynë vazhdon i palëkundur drejt Shkupit, sepse Tirana është me Shkupin, sepse studentët shqiptar janë me studentët dhe vëllezërit tanë maqedonë. Faleminderit.